që është në gjendje jo të mirë shkolla Gzim Hamza Piktori. Domethënë nëse shkoni atje do të shihni domethënë që mungojnë edhe pjesa infrastrukturore interierit të brendshëm. Edhe nëse ka shku vitin e kaluar, edhe ka shku si vjet ka ndryshime drastike për sa i takon përmirësimit të infrastrukturës, a ka nevojë ende? Po. Unë mendoj që për shembull konkretisht tek rasti i shkollës së Xerxhes, domethënë duhet të kthehet kodi i shkollës nga ministria në mënyrë që të kemi domethënë përkraje drejt për drejt nga Ministria e Arsimit, që ta financojë dhe ta finalizojë domethënë gjithë. Dhe këtë po e premtoj që do ta bëj çmos, nuk do të lë gur pa lëvizur që ta kthej kodin e shkollës në mënyrë që të financohet dhe të përfundojnë domethënë të gjitha punimet aty. Realisht nuk po punohet në shkollën e Xerxhes, un jam ndjeni fare mirë, domethënë nuk po punohet në intensitetet që po kërkohet për të përfunduar, sepse kjo pastaj kur punohet domethënë me punë të ngadalshme, kjo mund zgjasë domethënë me vite të tëra, prandaj nuk kemi realizimin konkret. Natyrisht do të investojnë domethënë në gjithë infrastrukturën. Sot për shembull kemi edhe një shkollë në qytetin e Rahovecit, që është në gjendje jo të mirë, shkolla Gzim Hamza Piktori. Domethënë nëse shkoni atje do të shihni domethënë që mungojnë edhe pjesa infrastrukturore interierit të brendshëm, pastaj parkingut, ndriçimit e tjerë që është një shkollë është ndërtuar me karakter domethënë multietnik për shkak të minoriteteve që janë aty. Është shkolla domethënë jashtëzakonisht e vështirë, domethënë në gjendje vështirë, unë vetë kam mbajtur një tubim elektoral në fshatin Zaçisht. Por megjithatë, domethënë dora e ekzekutivit qendror ka mbri edhe në shkollën, po ndërtohet një shkollë në Pastasel, e cila do të përfundojë vitin e ardhshëm. Është përfunduar një shkollë po ashtu edhe në fshatin Vrajak Bërtatin, që është po ashtu investimi i ekzekutivit qendror. Dhe natyrisht do të kemi investime edhe në pjesën e mjeteve praktike në shkollën ose në shkollën profesionale Selahattin Mollabazi, ku një pjesë e madhe e mjeteve praktike domethënë mungojnë aty sepse nxënësit janë të orientuar nga mësimi profesional dhe kjo mungesë e tyre domethënë duhet patjetër që të vihet në vend. Sa pare kushtojnë këto investime, zot Midula? Konkretisht në shkollën e mesme, mund të kapin vlerën deri në 50.000-60.000 euro. Okej, zot Milatiti. Për shkak shkollën Pastasel që 5 vjet veç bartet buxheti, ndërsa ne vazhdojmë ndërtimin e shkollës përkundër faktit që s'kem para, na i ka marrë thesari. U fol për rikthimin e kodit. Pra pas ka qenë kod në 2025 më ia dhan 350.000 euro shkollës në Xerxhes, e kanë hek pikërisht në 2025, nuk e di pse. Buxheti ende s'është miratu, sidoqoftë. Në shkollën Gzim Hamza Piktori, që dikur ka qenë me karakter multietnik, tash e ka Gzim Hamza Piktori. Vetë nëse ka shku para 3 vjetë, se s'ka pas rast me shku, edhe nëse ka shku vitin e kaluar, edhe ka shku si vjet ka ndryshime drastike për sa i takon përmirësimit të infrastrukturës, a ka nevojë ende? Po, ka problem me parking sepse është Faleminderit. 30 sekonda. 30 sekonda ishin. Unë mendoj që kur hiqet kodi i shkollës me një investim kaq kapital, domethënë që kushton domethënë milion euro, po supozojmë, mendoj që kryetari i komunës, si i pari i komunës, duhet të ketë një arsyeshmëri juridike se sa realisht pse është hequr ky kod. Dhe nuk mund të themi tashti se unë nuk e di për çfarë është hequr kodi i shkollës. Pra, e ka të drejtën e plot që të kërkojë domethënë arsyeshmërim se pse është hequr realisht kodi, në mënyrë që pastaj krejt bara investimit të bie pastaj komunës. Pra, është e drejtë dhe duhet ditur. Edhe për juve. Ju mendoni që qytetarët besoj e dinë që unë jam përfaqësoj konceptin e një vendosmërie, një kongullje edhe kom insistu, pikërisht me ministrin, pse nuk ka ditë kur gjë, është hek në buxhet kuvendit, kur o miratu në buxhet, nuk e dit ashtu, s'po të me akuzu askënd. Po sikur ti shkon ai kod, na i ke lecu barën 350.000 euro, ma pak. Sidoqoftë shkolla në Xerxhes do të përfundohet, ndërsa shkolla në Zaçisht, edhe një herë, është 48 nxënës ai ka e ndëruar jeta. Edhe e kemi bind fondin e eficiencës për energjinë në moment kur hapet tira me shtinjat shkollë. Pra, ne kemi përmirësuar dukshëm infrastrukturën fizike të shkollave tona. Natyrisht, mund të ketë arsyeshmëri të ndryshme kryetari kur thotë se kam kërku, por nuk ma kanë dhënë, po unë mendoj që duhet me ditë, domethënë këtë pjesë se duhet ditur kryetari i komunës, duhet ditur pse është hequr kodi i shkollës këtë rast. Ju lutem, unë edhe në Xerxhes e kam mbajtur tubimin elektoral. Dhe besomni, pjesa ku vijojnë mësimin nxënësit e shkollës fillore në Xerxhes në objektin aktual, që është i vjetër, është përkeqardhje, domethënë mungon gjërat më elementare aty dhe është një interier i cili realisht është në gjendje të mjerueshme.